Përshëndetje me që dashër, shkojna me dë në radhës Edi Rama, sepse ne keni pa gjitha ato demonstrata në Shqipëri, gjitha ata njerëz që ju lumt, i respektoj shumë, Zoti ju rujt, pemat madhe dhe mat voglit, kush u dal, si pe Kosovës, si pe Shqipërisë, si pe ndona ond, kush ardha aty dhe ju ka ndihmu. Unë e bona një video prom, bona një apel për me dal, edhe ka pas kogja efekt se më kanë shkru për Kosovë, për Shqipërisë, Fijerit sidomos, më kanë shkrujt, edhe po ma kryesore që është, une javdi shumë për faliminer, gjitha tyne që më kanë përkra, që i kanë ngu vidin, e kanë qy vidin temë dhe më kanë shkru. Zoti ju rujt, se cët një ka një. E ne shkojnë në vidin e radhës, Edi Rama, të ndëgjojmë se çka ka thonë ju lutem, edhe të diskutojnë së bashku. Ju thoni që unë po them budallallë, që budallallëku im nuk i sjell asnjë lloj problemi shqiptarëve. Unë po pyes, zonja Trump ka thënë në intervista është bërë shumë virale dhe mund të ketë sjellë dhe irritim të njerëzve. Po jap mundësinë ta sqaroni. Se çfarë po pyesni ju, unë e dëgjova me shumë vëmendje. Okej. Juve ishte një budallallëk masiv. Budallallëk është të tallesh me hallet dhe shqetësimet e shqiptarëve, nuk është budallallëk pyetja ime, nuk ka pyetje naive. Kur s'ka përgjigje miq, sulmon. Si gjithmonë Edi Rama. Zoti kryeministër, stop me këto gjujtje, me këto ofendime. Jep përgjigje, jo sulmime. Të ka orë funi. Të ka orë funi. Sepse... Shkojna miq. Jo, as për këtë s'po jo. Tani, unë po kërkoj një përgjigje për ato që thot zonja. Pa tjetër. Jo, zonja nuk tha e pam, e pash dhe e mora. Juve thatë. Zonja tha u hodha nga varka, më pëlqeu shumë, aty do bëjmë investimin më të rëndësishëm të jetës time imobiliar. Wow. Bash në Sazan. Pas ka shdripa të dhe pas kanë hoqë që të vene mora. A mu Edi Rama, pa i thonë ti, pa ja premtu ti, zoti kryeministër, aje nuk mund me thonë këto fjallë. Aje mund me ardhë, me bisedu në parlament, me qinë parlament, po jo me po biznes ti kryen vete. Nuk shite Shqipëria, o kryeministër. Nuk shite Shqipëria. Kanë shit që kanë shit, as Shqipëria, as Kosova. Shkojna miq? Këtë tha. Unë falenderoj shumë për mundësinë që... Jo, ma sqaroni çfarë tha Ivanka Trump dhe pastaj e mbyllim, po... Bravo. Jo, do ishte mirë ta përfundonim. Do ishte me interes që njerëzit të dëgjonin. Më keni krijuar përshtypjen që se jepni dorëheqjen aq lehtë, kështu që mund të ta kishit kryer me sukses këtë intervistën. Juve nuk keni interes që njerëzit të dëgjojnë. Jo, ne kemi shumë interes bile, vetëm spjegoti. Ne ndëgjojmë sa dush, kemi kohë sa dush. Si popull, sa dush kemi kohë. Vetëm trego realitetin. Siç pe kërkon kjo zoja, gazetarja nderuar. Ko që unë kam interes që njerëzit të dëgjojnë. Tani. Dhe atëherë, jo tani nuk kam më, tani do flas unë. Po, jo, të ta përfundosh, po do më japësh. Çështja është kapo miq të dashur. Jo, unë flas tash, ti mbyllë gojën. Okej, nuk po i thon mbyllë gojën, po çashtu i bën kjo. Të drejton dhe mua se i drejtoj unë pyetjet. Patjetër. Dhe abuzuat maksimalisht të drejtën tuaj. Jo, unë nuk abuzova të drejtën time. Unë po ju pyes se si e mori zonja Trump Sazanin edhe si kërkon Zvërnecin. Por nëse doni ta kalojmë intervistën e zonjës Trump, e kalojmë. Zonja Trump Sazanin. Jo, se nuk i konvenon. Zoja nderuar, nuk i konvenon ajo intervistë. Si do të marrë Zvërnecin, ndërkohë që unë flas edhe para 2 minutash thash që Zvërneci, që thash që Sazani është një negociat që nuk ka pasur deri tani Shumë e qartë. Një përfundim. Po çfarë negociate ki fjalën o zoti kryeministër? Nuk shitet more Shqipëria? Negociata me Shqipërinë. Është turpi i botës. A mu nuk i faj ti?
Kanë faj populli që të kanë votu. Ka faj gjithat populli që të kanë votu. Apo si të dikush që po dhët i ke vjedh votat, i ke ble votat. Po një thes mjell. Se në ka mundësi, më të jedhon ty 83% populli. Të i di se s'ke po kur gjë. Të i di që veç ke vjedh. Të i di që për atë popull që kretë s'ke po kur gjë, absolutisht zero. Këtë rinia ka ikë, këtë popullit ka ikë. Jo, s'është e qartë fare, se ti prap edhe kur ti unë do të thuash që se si Jo, nuk do ta them unë dhe Po normal që pse, me thonë që a thuteja? Po patjetër që thot kjo realitetin, jo sikur ti. Çka dush ti? se më paragjykon mua se çfarë do them unë. Po, patjetër. Të lutem. Vendimi numër 19 datë 25/9/2024. Leje zhvillimi për objektin rezort turistik me vendodhje në Zvërnec, Bashkia Vlorë me subjekt zhvillues shoqërinë Zvërnec South Adriatic Development. Po. Këto janë ato letrat që nxjerr ti. Në këtë mbledhje, Këshilli Kombëtar i Territorit nuk miraton projektin dhe vendos kushtin që të risillet sipas rekomandimeve. Vendimi numër 9 datë 04/10/2024. Leje zhvillimi për objektin rezort turistik me vendodhjen në Zvërnec, Bashkia Vlorë me subjekt zhvillues shoqërinë Zvërnec South Adriatic Development. Shfuqizuar me vendimin numër 12. S'është e vërtetë dhe Rama, këto janë prallat tuaja, këto janë ti çka ke shkruar në letër. Se do mentojmë ma vonë, zoja gazetare. Datë 18/4/2025. Besoj që e morë dhe këtu përgjigje. Përgjigje dhe dokumentacionet. Shkojmë. Që kishe më herët. Vendimi numër edhe një herë, më lër të flas. Vendimi numër 39, datë 28/1/2025, leje ndërtimi për objektin rezort turistik në Gatishun e Zvërnecit, bloku rezidencial e të tjera. Vendimet dhe materiali i bashklidhur nuk janë të zbardhur, depozituar deklaratën me cilë subjekti tërhiqet nga aplikimi. Dhe e gjithë kjo është ajo histori, se vazhdon akoma po s'dua të lodh njerëzit, është ajo histori që unë kam treguar që kur Jo, neve nuk na lodh. Ti vetëm shpjego realitetin. Edhe jep dorëheqje. Se ne nuk lodhim kur. Ne kemi kohë, ne jemi popull që e dojmë atë dhejën tonë. Ti mos e mërzit për neve. Para grupit parlamentar dhe kam thënë që ideja që këtu kanë ardhur ca njerëz të pasur dhe po marrin pasuritë e vendit duke bërë çfarë të duan, është një ide që mund ta promovojnë vetëm ata që do ta bënin kështu po të ishin në vendin tonë dhe në vendin tim. Ndërkohë që e vërteta është që është një proces vajtje ardhje ku me krenari mund të them autoritetet tona, agjencia jonë e zhvillimit, agjencia jonë e planifikimit dhe të gjithë djemtë dhe vajzat që punojnë shtetin shqiptar kanë qenë profesionalisht dhe kanë qenë administrativisht mbrojtës të standardeve dhe të një vizioni që nuk parashikon shkatrimin e zonave të mbrojtura, por parashikon zhvillimin harmonik për një investim që vetëm këtu në Shqipëri mund të bëhet sherr, ndërkohë që ju siguroj që çdo vend rreth rrotullit rajonit do ta donte dhe nuk është e rastishme që rreth rrotullit rajonit ka kaq shumë O zotri, në ka investime, ke dasht me shqit komplet, ata bojnë çka dojnë vetë. Çfarë investime se ki fjallën ti? Investime ata që i bojnë vetë po, që i përfitojnë ata vetë po, por jo Shqipëria. Nga në këj investim, vetëm ti përfiton. Edhe ata oligarkit tu, por jo popli. Në ka me gëny mo, bolë keni gëny. Shumë nervozizëm dhe ka shumë tension
për mundësinë e zhvillimit të këtij investimi në Shqipëri. Tani Jo, unë dua patjetër. t'ju falenderoj. Jo, unë kam dhe një pyetje të fundit dhe pastaj dy të lirë. Vetëm një moment. Vetëm një pyetje të fundit dhe pastaj dy të lirë. Vetëm 3 minuta se dia besoj aq që detyrim ja kemi dhe atyre që na ndjekin. Pastaj është çështje tjetër, është zgjedhja juaj. Juve keni shumë detyrime që nuk i zbatoni. Jo, zoti kryeministër, ata që Ti po do me thonë që kjo me bo çka dush ti. Me ndëgju kur dush ti, mos me bo pyetje çfarë dush ti. Unë falë çfarë don kjo, po çfarë dush ti. Po. na ndjekin kanë domethënë interes të marrin vesh sa më shumë rreth gjithë kësaj që po ndodh. Dhe ju bëhet shumë mirë që e sqaruat këtë çështjen e dokumentit që ne vendosëm më herët në ekran. Jo, unë se detyrohem asnjë ndjesë, se unë si kam rënë qaf asnjëherë popullit shqiptar me asnjë vendim timin, me asgjë, s'kam punuar një ditë jetës time në shtet, kështu që s'kam asnjë lloj ndjesë sepse s'kam bërë deri tani besoj asgjë gabim. Allah të koft, zonja gazetare. Unë nuk e kuptoj. Nuk po të kuptoj zotë kryeministër, për çka me kërku ndjesë kjo? Kjo e ne, për çfarë arsye? Pse pëmbrojmë Shqipërinë? Pëmbrojmë tokat tona? Për këtë me kërku ndjesë? Apo duhesh ti me kërku ndjesë? Edhe me dhonë dorëheqje? Çka ke dash me bo? Është turbi i botës, zoti kryeministër. Nuk dua asnjë gabim ndaj popullit shqiptar, jo, s'kam se i kërkoj ndjesë. Ndjesë duhet i kërkoj dikush që ka 13-14 vite në pushtet, edhe i thotë që më duhet dhe pak kohë që të keni ujë dhe drita 24 orë, po mos ta hapim të temë. Mendoj të vazhdojmë bisedën, nëse doni. Mua mos gabo me i këto zoja gazetare, të lutem, mos sa jetë në loqë dhe t'ik pe lajfi. Mos gabo këto, mua e që të ku është, ta këtheno që të përgjigje që i ki me pyte dhe në regull është. Dhe në nivelin e asaj të cilën ju jeni përpjekur ta kaloni protestën duke u marrë me blogerët. E çojmë edhe atje bisedën nëse doni. Po jo mua ti kërkoj unë ndjesë njerëzve, unë si detyrojmë njerëzve asnjë lloj ndjesë se s'kam bërë asgjë në kurriz të popullit shqiptar, jo absolutisht. Atyre që ju ndjekin, sepse 2 herë në mënyrë të pritur i dizinformua. Jo, nuk i dizinformova, por nuk duhet ta bëj të debat se nuk kam. Valla, je ka dizinformon ti, zoti kryeministër. Por jo kjo. Kjo po tregon realitetin, sepse i kena pa gjitha. Kush po dizinformon këtu, je ti. Jo kjo. Distancë, jo, se dokumentin e AZT-s mund t'ua dërgoj në celularin tuaj, në celularin e stafit dhe ta shihni, po s'dua ta bëj se jeni në distancë këtë debat. Por, megjithatë, tani ju falenderoj edhe unë shumë. Që ku iku pasha zote. Që? Se nuk ka përgjegje mes, normal. S'ka qare pa ik. Shkona të shumë qapo të gazetarja? Për kohën tuaj edhe të gjithë komentin. Mirë, ishim në një lidhje direkte me kryeministrin Edi Rama, por po që të merrnim vesh aq sa mundëm lidhur me gjithçka është duke ndodhur për Zvërnecin dhe jo vetëm, sepse për jetë zvërtet. Bravo, sual kulturume është, respekt zonja gazetarës, po ta di janë, po shumë respekt, se të shkon dikur tjetër me kështë thonë qa iku, kështë thonë fjallën dyta, po bravo të qoftë, respekt shumë. Pikpyetjet janë të shumta. Dhe një tjetër gjë do ndihmoj me dokumentin që kishim vendosur në ekran, të bëj një sqarim për ata që na ndjekin dhe sigurisht jo për t'ju kërkuar ndjesë sepse të ndëgjojmë si ka shpjeguar, si e shpjegon kjo mi së dashur. Të këshirëm kush e ka me drejt. Nuk besoj ende që kam bërë diçka për të kërkuar ndjesë. Atëherë, ajo që shihni në ekran në plan të madh, nëse na vendosni pak regjia. Si plan kryesor, faleminderit. Jemi korrekt edhe me sqarimin, është rendi i ditës së lejeve të miratuara nga Agjencia e Zhvillimit të Territorit datë 28 janar viti 2025. Bëhet fjalë për pikën 39 dhe është kjo pika që është miratuar, po e theksoj. Ky është rendi i ditës së lejeve të miratuara nga Agjencia e Zhvillimit të Territorit datë 28 janar 2025. Kjo sa për ta sqaruar se çfarë ishte dokumenti që i vendosëm më herët kryeministrit që duket se s'është e vërtet. A përse, zoti kryeministër, kjo është e vërtet, por jo ajo çka the ti më herët. Kështu që, miq të dashur, unë ju përshëndes, sepse jam edhe në rrugë, po kur e ndëgjova këtë intervistë nuk po ta çara pa apo këtë video. Zoti ju rujt,
Zotin ani moft, mirë pafshim vitë e radhës. Shqiptarët e mi, Shqipëri, Kosovë, Maqedoni, mos u dorëzoni. Një për ton, ton për një. Apo një për gjithë, gjithë për një. Respekt.